Në fund të kësaj jave, në fillim të javës së ardhshme, pritet që presidentja të caktoj datën e re të zgjedhjeve, të konstatoj se ky kuvend është i shkëlqyer i pavlefshëm. Tash në dhjetor do të marrë zgjedhjet. Çështja është se këtë situatë të ndërsh politik, këtë blokadë e pësuam sepse forcat politike nuk kishin gatishmëri të kompromiseve në veti, nuk kishte sens elementar të një partneriteti për krijuar një partneritet i cili bën numrat, se a do të përdoret tash ky 9 muaj, 8 muaj si leksion për të konvertuar mesazhet e tyre, të bërë një urë drejt një paraqitje ndoshta më racionale të vetë subjekteve, të vete të shihet indikacionet e dhëna nga zoti Kurti që nuk ishin shkaq pozitive, ai përmendi edhe një palë zgjedhje në Pranverë, me idenë se do të kenë ngecje në zgjedhjen e presidentit, të cilës ka bërë mandati në mars. Pra, e bëri një parashikim, le të themi, të rezultatit të dhjetorit që nuk e zgjidh krizën në Kosovë, ku kështu e kuptova, duke përmendur zgjedhjet e Pranverës 2026. Absolutisht, po çështja është se nuk e zgjidh krizën as zgjedhjet e Pranverës, do të mund të kemi edhe një palë zgjedhje, nëse nuk ndron mendësia, nuk ta kryen punën zgjedhje. Do të Kosova me këtë lloj mendësie të klasës politike për sfidën ndoshta më të madhe të demokracisë liberale, do të thotë si sistem. Jemi në vendi unik i cili do ta bëjmë jo funksionale demokracinë. Pra, demokracia nënën kupton një dozë marrëveshje, një dozë kapaciteti për të bërë marrëveshje. Politikanët që nuk arrin të bëjnë marrëveshje janë sikur futbollistët që nuk dojnë ta pasojnë topin. Do të dojnë të futboll për nuk e pasojnë topin. Është e domosdoshme të kesh marrëveshje, sa shpejt do ta kuptojnë, nuk e di, ato do të sjellin pasoja politike, unë shpresoj që të reflektojnë tani në këtë fushat zgjedhore, sepse fundja duhet të presin nga politikanët që të kenë një dozë racionaliteti dhe të vënë interesin shtetëror një çik para interesit partijak dhe jo si këto në muaj duke vënë gjithsesi të tërin të interes personal. Padyshim, kjo duhet prevaloj, duhet jetë interesi i Kosovës përballë interesit partijak, po unë i shikoj të tre zoti Hoxha, edhe Kurtin, edhe Krasniqin, edhe Abdigjikun, që o duan të bëhen kryeministra o s'ka zgjidhje tjetër në këtë situatë. Po, pikrisht të thoja, kjo një farë egocentrizmi si skajshëm ka kap skenën politike kosovare, dhe besoj se duhet të kemi një tretman meditimesh të ndara në 3 pjesë ose më shumë që të kemi një reflektim. Është handicap, të thoja, është handicap pa aftësia ka i herë dhe mos dëshira për ndërtu partneritet. Në qëni tash zoti Kurtit flet për dëshirën e tij që të bëj partneritet me LDK-n, por derisa nuk pëlqon asnjë shans për ta goditur në rreth. Do të para vite kërkon marrëveshje, pas vite i godet pa më shtirë shumë në skajshpëri. Edhe kjo është strategji, apo jo? Kritikon Kurtin, kritikon LDK-n se nuk përzgjedh mes të parit dhe të dytit, por bën vetëm një përzgjedhje dhe eviton krejtësisht PDP-n si zgjedhje. Pra, është e shpërndar të thoja fajësia në gjithë skenën politike, sepse as si dyti e as i treti, as Kumiri dhe as Membi nuk janë pa përgjegjësi në këtë proces, por gjithsesi duhet theksuar se pesha e përgjegjësisë e barës i bitë të parit i cili duhet të vendosë tempon dhe komunikimin i cili krijon shumicë. Në mungesë të saj duhet të lëshoj rrugë që të tjerët provojnë një marrëveshje. Për fat të keq, i dyti dhe i treti nuk kanë arritur asnjëherë të gjejnë marrëveshje për të zëvendësuar, sepse ta shohim këtu BDK, AAK, pra forcat e ish opozitës kanë numra teorike për të bërë shumicën, edhe në këtë mandat, pa shkuar në zgjedhje. Por kanë një perceptim se ai lloj vendimi do të jetë i disfavorshëm për ta në skenën politike dhe mund të ketë kosto të lartë në zgjedhjet e ardhshme kur të qëmbahen ato. Dhe duke marrë opsionin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në dhjetor, i bie që të shkojmë sërish me Albin Kurtin kryeministër në detyrë edhe në këto zgjedhje.
Po, nëse nuk ka ndonjë kompromis për të caktuar ndonjë formë të qeverisë teknike gjatë kësaj jave dhe nuk po shihet se ka një iniciativë të tillë, atëherë zoti Kurti do të jetë ushtrues detyre për deri spaku në mars të këtij viti, kur pritet të jetë konstituar kuvendi i ri, dhe ndoshta edhe më gjatë nëse nuk ndryshon diçka në mendjet dhe shpirtrat e elitave politike për të thënë se marrëveshja është e domosdoshme. Do isha të theksoj edhe diçka. Sistemi politik është proporcional. Dhe në sistemet proporcionale janë të rralla situatat kur një subjekt është i vetëmjaftueshëm për të krijuar institucione. Janë shumë të rralla. I kemi pas në vitin 2021, por nuk e kemi më. Dhe nuk siç po shihet nuk do ta kemi as në të ardhmen. Pra, për zotin Kurti do të jetë e domosdoshme që në periudhën që e pret të bëj dy lloj reflektimi.